Në ditën e parë të javës, në shërbesin e parë pas ringjalljes, Zoti ynë Jezus Krisht tha: "Sikurse Ati më ka dërguar mua, kështu unë po ju dërgoj juve." Jezusi jo vetëm që na ka dërguar, por edhe na ka fuqizuar për misionin e tij. Përpara se të ngrihej në qiell, shpëtimtari ynë tha: "Ju do të merrni fuqi kur fryma e shenjtë do të vijë mbi ju, dhe do të bëheni dëshmitarët e mi." Kur udhëhiqemi nga fryma, ne kemi fuqi, dhe kjo fuqi na u dha për të shpallur Krishtin tek të humburit, për të ndarë ungjillin me ta. Si të krishterë, kur na mbush fryma e shenjtë, nuk jetojmë për vetveten, por për atë që vdiq, u varros dhe u ringjall për ne. Fryma e shenjtë na fuqizon që të dalim jashtë në lagjet tona, në vendet tona të punës, në shkollat tona e deri ndërkohme për ungjillin e hirit të Perëndisë. Kjo është raja e zemrës së misioneve. Perëndia e dërgoi birin e tij, i cili e zbrazi veten e tij dhe u bë i bindur deri në vdekje të kryqit. Prandaj u bë shpëtimtari ynë. Kur zbrazim veten dhe dorëzohemi tek ai, gjejmë guxim për të folur, forcë për të duruar, kurajo për të shkuar aty ku nuk shkojmë dot me fuqinë tonë. Fuqia e frymës na është dhënë për mbretërinë e tij, jo tonën. Nga datat 20 deri 22 mars 2026, konferenca e misioneve në Durrës. Lejojeni Perëndin t'ju jap fuqi që të luteni, të mbështesni misionet, të shkoni në zonën e influencës dhe të kapërceni kufijt derisa e gjithë bota të dëgjojë për Krishtin, Zotin ton.